Kapitulli 16. Këngë dhe lutje. Psalmet në Bibël janë shkruar fillimisht për të kënduar. Këtu Perëndia na mëson se duhet i këndojmë atij në çdo kohë, kur jemi të trishtuar, kur ndjehemi të lumtur, ose kur jemi smur, kur kemi dështuar e mëkatuar, ndërkohë që jemi në mes të sprovave, ndërsa na përndjekin, kur jemi mirënjohës dhe plot gëzim për bekimet e tij, në kohët kur jemi të pasur, si dhe teksa jemi të varfër e në nevojë. Të krishterët janë të veçantë ndër të gjithë njerëzit sepse i këndojnë Perëndisë. Po ashtu, psalmet na mësojnë se si të lutemi dhe për çfarë të lutemi. Ato janë lutjet që të krishterët në përshekuj ja kanë drejtuar Atit të tyre, që është në qiell. Shumë prej tyre janë shkruar rreth 3000 vjet më parë. Nga psalmet e mbretit David. Psalmi 1. Luma i njeri që nuk e zbaton këshillën e të ligjve, që nuk ndjek rrugën e mëkatarëve, e as nuk bashkohet me përqeshësit. Ai, përkundrazi, kënaqësinë e gjen tek udhëzimi i Zotit, mediton ditë e natë për të. I ngjan pemës së mbjellë ndan rrëkeve të ujrave, e cila i jep frytet në stinën e vet. Gjethet nuk i thahen. Çdo gjë që bën, i ecë mbar. Nuk ndodh kështu të ligjve, madje ata janë si kashta që është për hapera. Prandaj të ligjt nuk do t'i bëjnë dot ballë gjykimit, dhe në kuvendin e të drejtëve, mëkatarët nuk do të gjenden, sepse Zoti e ruan udhën e të drejtëve. Mirëpo rruga e të ligjve të shpije në rënim. Meditim për Perëndin. Psalmi 115, 1 deri në 8, 11, 13 deri në 18. Jo neve, o Zot, as pak neve, por emrit tënd i jepi lavdi. Për shkak të dashurisë tënde besnike, për shkak të së vërtetës tënde. Përse duhet të thonë kombet, ku është pra Perëndia i tyre? Perëndia i ynë është në qiell dhe bën tërë çka dëshiron. Idhujt e tyre janë argjend dhe ar prodhuar nga duart e njeriut. Gojen e kanë, por nuk mund të flasin. I kanë syt, por nuk shikojnë as pak. Kanë vesh, por hiç nuk dëgjojnë. Hund, mirë po nuk mund të nuhasin. Edhe duart i kanë, por dot nuk prekin. Kanë këmbë, por nuk hedhin asnjë hap. Nuk mund të nxjerrin fare zë nga gryka. Njësoj si idhujt është çdo kush që i sajon, e po ashtu të gjithë sa u besojnë atyre. Kushdo që ka frikë nga Zoti, të ketë besim tek ai. Atë e ka ndihmë dhe mburoj. Ai do të bekojë gjithë kënd që ka frikë nga Zoti, të vegjël e të mëdhenj. Zoti ju shtoft në numër, ju dhe fëmijët tuaj. Qofshi të bekuar nga Zoti, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Qiejt i përkasin Zotit, por tokën ai ja ka dhënë racës njerëzore. Nuk janë të vdekurit ata që e lavdërojnë Zotin, as ata që zbresin në heshtjen e vdekjes. Por Zotin do ta lavdërojmë ne tani e përherë. Aleluja. Veprat e Perëndisë. Fjalët e Perëndisë. Psalmi 19. Qiejt rrëfejnë lavdinë e Perëndisë dhe hapësira qellore shfaq veprën e duarve të tij. Ditë për ditë e dërgojnë lajmin. Natë për natë e bëjnë të ditur. Nuk flasin, as fjalë nuk shqiptojnë. Zëri nuk ju ndihet. Tërë tokën e ka përshkuar mesazhi i tyre dhe deri në skajt e botës ka vajtur kumtimi që ato lëshojnë. Në qiell, një tent ka shpalosur ai për diellin, që del si dhëndri nga dhoma e martesës. Gëzohet si një kampion teksa rend në garë. Nga njëri skaj i qiejve ngrihet dhe vërtitet deri në anën tjetër. Asgjë nuk mund të fshihet prej nxehtësisë së tij. I përkryer është udhëzimi që vjen nga Zoti. Shpirtin e ripërtërin, e vërtet është dëshmia e Zotit. Të mençur e bën çdo që nuk ka përvojë. Të drejta janë këshillat e Zotit dhe e mbushin zemrën me gëzim. Urdhërimi i Zotit rrezaton dritë dhe bën që sytë të ndryshojnë. Frika ndaj Zotit është e lirë, përgjithmonë qëndron.
Të besueshme ligjet e Zotit dhe krejtësisht të drejta janë më të dëshirueshme se ari, më tepër se ari I pastër dhe më të ëmbla se mjalti, më shumë se mjalti që pikon nga hojet. Për më tepër, shërbëtori yt merr mësim prej tyre, përfiton shpërblim të madh kur I zbaton ato. Kush I dallon mëkatet pa dashje që bën? Më pastron nga gabimet e mia të fshehura. Edhe nga mëkatet me dashje, ruaje shërbëtorin tënd. Mos lejoj që ato të sundojnë mbi mua. Atëherë do të jemi pafajshëm dhe I pastruar prej rebelimit të mëkatshëm. Fjalët e gojës sime dhe meditimi që kam në zemër qofshin të pranueshme për ty, o Zot, shkëmbi dhe shpengimtari im. Zoti është bariu im. Psalmi 23. Zoti është bariu im. Asgjë nuk më mungon. Në kullota të gjelbra më lë të shlodhem. Ndan ujrave të qeta më prin. Ai më gjalloron jetën. Rrugë drejtësie më udhëheq, për hir të emrit të Tij. Edhe kur kaloj përmes luginës së hijes së vdekjes, nuk I trembem rrezikut, nga që Ti je me mua. Shkopi yt dhe krraba jote ngushëllim më japin. Ti ma bën gati tryezën para syve të armiqve të mi. Kokën ma lyen me vaj, kupën e kam plot për plot. Patjetër që mirësi dhe dashuri do të më shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës sime. Dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit për tërë jetën. Një lutje pendimi. Psalmi 51, 1 deri në 14. Tregoj mëshirshëm me mua, o Perëndi, për hir të dashurisë tënde besnike, për dëmshurinë tënde të madhe, fshi pa udhësitë që kam bërë. Më laj plotësisht prej fajt dhe më pastro prej mëkatit tim, sepse jam I vetëdijshëm për pa udhësinë që kam kryer, dhe mëkati im më del për herë përpara. Kundër Teje, vetëm kundër Teje kam mëkatuar dhe para syve të Tua kam bërë këtë të keqe. Prandaj Ti je I drejtë kur jep dënimin, I paqortueshëm kur gjykon. Vërtet, në paudhësi kam lindur. Mëkatar isha, kur nëna ime më ngjisi. Por Ti do që ndërshmëria të më qëndrojë në zemër dhe ma mëson me mençurinë thellë brenda qenies sime. Më pastro me hisop e I pastër do të bëhem. Më laj dhe më I barë se bora do t'jem. Lejo që të ndjej gëzim e hare, që të ngazëllohem, kocka që të rmove. Largoje vështrimin nga mëkatet e mia dhe ma fshi gjithë fajin. Krijo një zemër të pastër tek unë, o Perëndi, dhe përtëri një frym të paepur brenda meje. Mos më përzë nga prania jote. Frymën tënde të shenjtë mos ma hiq. Ma rikthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe më jep një frym bujare. Dhe unë do të mësoj të pabezve shtigjet e tua. E mëkatarët do të kthehen te Ti. Më çliro nga faji I gjakut që kam derdhur, o Perëndi, Perëndia I shpëtimit tim, dhe gjua ime do të gëzohet duke kënduar për drejtësinë tënde. Këngë në agim. Psalmi 103. O shpirti im, bekoje Zotin, dhe tërë qenia ime ta lavdroj emrin e Tij të shenjtë. O shpirti im, bekoje Zotin dhe mos I harro gjithë të mirat që të ka bërë. Ai ta fal çdo mëkat. Ti shëron krejt sëmundjet. Jetën ta shpëton nga rënimi. Me dashuri dhe mshuri të kurorëzon, me mirësi të kënaqë së brendshmi. Të rinon e përtërin si shqiponjën. Zoti vepron me drejtësi dhe gjykon në favor të gjithë të shtypërve. I zbuloi rrugët e Tij Mojsiut, si edhe bëmët e veta bijve të Izraelit.
I dhemshur e I hirshëm është Zoti, I ngadalt në zemrim dhe plot dashuri besnike. Ai nuk do të na akuzojë për herë, as nuk do të jetë përgjithmonë I zemëruar me ne. Nuk na ka trajtuar ashtu siç e meritojmë mëkatet tona, as nuk na ka shpaguar sipas fajeve që kemi kryer, sepse aq të larta sa janë qiejt mbi tokë, po aq e madhe është dashuria e Tij besnike ndaj atyre që e druajnë. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq tutje I ka shpën Ai fajet tona prej nesh. Një lloj siç ndjen dëmshuri babai për fëmijët e vet, ndjen dëmshuri Zoti për ata që I druhen Atij, nga që Ai e di nga se jemi krijuar. E mban parasysh që ne jemi pluhur. Si bari I fushës janë ditët e njeriut, por si lulja në lëndim, kështu lulzon. Kalon era dhe merr me vete. E nuk dallohet më as vendi ku ndodhej. Por nga përjetësia në përjetësi, vazhdon dashuria besnike e Zotit ndaj atyre që I druhen Atij, si edhe drejtësia e Tij ndaj bijve të bijve dhe ndaj atyre që e ruajnë bestlidhjen me Të e që kujdesen t'ia respektojnë udhëzimet. Zoti e ka vendosur fronin e vet në qiej dhe mbretëria e Tij sundon mbi çdo gjë. Lavdërojeni Zotin, ju, engjëjt e Tij me forcë e fuqi, ju që ja vini në jetë fjalën, të bindur ndaj urdhrave që Ai jep. Lavdërojeni Zotin, ju, ushtritë e Tij, ju shërbestarët e Tij që ja kryeni deri në fund vullnetin. Lavdërojeni Zotin, ju veprat e Tij në të gjitha vendet ku Ai sundon. O shpirti im, bekoje Zotin. Fjala e çmuar e Perëndis. Psalmi 119, 1 deri në 8. Lum ata që janë të paqortueshëm në udhën e tyre, që jetojnë sipas ligjit të Zotit. Lum ata që I përmbushin dekretet e Tij dhe e kërkojnë atë me gjithë zemër. Asnjë të keqe nuk bëjnë. Ata shkojnë pas shtigjeve të Tij. Ligjit e tua na I ke dhënë që t'i zbatojmë me besnikëri. Sikur sjellja ime t'i përkushtoj përmbushjes së statuteve të tua. Atëhere nuk do turpërohesha, ndërkohë që tërë urdhërimet e tua do të sillja ndërmend. Do të lavdëroj me zemër të sinqertë kur t'i kem nxënë gjykimet e tua të drejta. Do t'u bindem statuteve të tua. Asnjëherë mos më braktis. Lutja e një të riu. Psalmi 119, 9 deri në 16. Si mundet të qëndrojë I pastër I riu në rrugën e vet, duke jetuar në përputhje me fjalën tënde? Me tërë zemrën time të kam kërkuar. Mos më lër të largohem nga urdhërimet e tua. Fjalën tënde si thesar në zemër kam ruajtur, që kundër teje të mos më katoj. O Zot, qofsh I bekuar. Mi mëso statutet e tua. Me buzët e mia I shpall tërë gjykimet e gojës sate. Ngazëllohem tek ndjek rrugën e dekreteve të tua, më shumë se sa po t'i zotroja të gjitha pasuritë. Për urdhërimet që ke dhënë, do të meditoj dhe do të mendoj për udhët e tua. Në statutet e tua do të gjej kënaqësi. Fjalën tënde pasdore nuk do ta lë. Perëndia I gjithdijshëm, e I plot fuqishëm. Psalmi 139. O Zot, Ti më ke vërejtur me imtësi dhe më njeh. Ti e di se kur ulem e kur çohem. Prej së largu I kupton mendimet e mia. Më vëzhgon kur eci e kur ndalem. I njeh të rrugët ku unë shkel. Para se fjala të ndodhet në gjuhën time, Ti krejt e di, o Zot. Kudo rreth meje, je Ti. Dorën tënde ke vendosur mbi mua. Mrekullohem nga kjo njohuri e jashtëzakonshme. Është e paarritshme. Nuk mundem dot ta kuptoj. Tutje prej frymës tënde. Ku mund të shkoj? Ku mund t'i shkëputem pranisë sate?
Në qoftë se ngjitem në qej, ti je atje. Po të bie në Sheol, aty je ti. Edhe po të jetoja në horizontin e lindjes anës skajet e perëndimit të shkoja, prap se prap, dora jote do të më drejtojë. Dora jote e djathtë do të më mbajë. Edhe sikur të them, patjetër që errësira do të më fshehë dhe drita përreth meje do të bëhet natë, as terri nuk është i errët për ty. Për ty nata shkëlqen si dita, errësira dhe drita të duket një lloj, sepse ti ke krijuar brendin time. Më ke endur qysh në barkun e nënës, do të kremtoj, sepse mrekullisht jam krijuar. Veprat e tua janë të maniqme, dhe këtë fare mirë e di. Kockat e mia nuk kishin diçka e mistershme për ty kur në fshehtësi u krijova, tek formohesha në thellësitë e tokës. Sytë e tu më pan ndërkohë që isha pa trajt. Tërë ditët e mia ishin shkruar në librin tënd dhe janë planifikuar ende, pa filluar ndonjëra prej tyre. O, Perëndi, sa vështirë kam t'i kuptoj mendimet e tua. Sa të shumta që janë ato. Në qoftë se do t'i numëroja, do t'ishin më shumë se kokrizat e rërës. Kur zgjohem, jam sërish me ty. O Perëndi, patjetër që ti i azjeson të paudhët. Qëndroni larg meje, o njerëz të etur për gjak, ata që flasin kundër teje me mashtrim. Armiqtë e tu bëjnë betime të rreme në emrin tënd. O Zot, a nuk i kam inat ata që të urrejnë? A nuk i kam zët ata që rebelohen kundër teje? Urrejtje të thellë ndjej për ta. I konsideroj armiq. Më shërto, Perëndi, dhe njihe zemrën time, më vër në provë dhe dallo shqetësimet e mia. Shi nëse ka ndonjë fyerje tek unë. Më drejto për tek rruga e përjetësimit. Him lavdërimi për Perëndin, mbretin tim. Psalmi 145. Të lartësoj, o Perëndia im, o mbret, për jetë për gjithmonë e bekoj emrin tënd. Do të bekoj për çdo ditë, dhe për jetë për gjithmonë emrin tënd do ta nderoj. I madhërishëm është Zoti, dhe i denj për më të shkëlqyerin lavdërim. E pamatshme madhështia e tij. Nga njëri brez te tjetri do të lëvdohet ajo që ke bërë dhe do të tregohen mrekullitë e tua. Do të meditoj për rrezullimin tënd të lavdishëm, si dhe për veprat e tua të mrekullueshme. Brezat do të shpallin fuqinë e veprave të tua manice dhe madhështinë tënde, unë do ta tëftej. Dëshmi do t'japin ata për bollokun e tëndes mirësi dhe për drejtsinë tënde me haret do të këndojnë. I hirshëm e zemërdhemshur është Zoti. I ngadalë në zemërim dhe madhështor në dashurinë e tij besnike. Zoti me gjithkënd është i mirë. Për dëllimin e tij shpaloset mbi çdo gjë që ka krijuar. Çdo vepër që ke bërë do të lavdrojë, o Zot, të perëndishmit do të bekojnë. Ata do të tregojnë për lavdinë e mbretërisë sate dhe fuqinë tënde do ta shpallin, që të rrëfen të gjithë njerëzve për mrekullitë e tua dhe për shkëlqimin e lavdishëm të mbretërisë sate. Mbretëria jote, mbretëri në përjetësi, sundimi yt i patundur që ndron ndër breza. Zoti është besnik në të gjitha fjalët dhe i mëshirshëm në tërë veprimet e tij. Zoti ndihmon të gjithë ata që rrëzohen. Lart ngre ai çdo njeri të shtypur. Të tërë syt drejtohen për nga ti dhe ti jep secilit ushqimin në kohën e përshtatshme. Dorën tënde e hap dhe dëshirën ja përmbush çdo gjë e të gjallë. Në krejt rrugët e tij Zoti është i drejtë, si edhe i mëshirshëm në secilën vepër që bën. Zoti është pranë tërë atyre që e thrasin, afër çdo kujt që e thret me vërtetësi. Ai u aplotson dëshirat atyre që kanë frikë ndaj tij. U dëgjon thirrjen për ndihmë dhe i shpëton. Zoti ka në mbrojtje të gjithë ata që e duan, por i shkatron tërë të pabesët. Goja ime do të kumtoj lavdërimin e Zotit. Çdo qenie e gjallë
Le ta lëvdoj për jetë përgjithmonë emrin e tij të shenjtë. Me këtë përfundon leximi i thelbi i Biblës, fjala e Perëndisë dhe lajmi mirë për të gjithë njerëzit. Copyright 2025 nga Initiative.Global. Edicioni audio për thelbi i Biblës. Copyright 2025 nga Initiative.Global. Prodhuar nga studiot e Radio 7, Tiranë, Shqipëri. Lexuar nga Erion Hinaj. Citimet janë marrë nga shkrimi i shenjtë, copyright 2025 nga Initiative.Global. As ky regjistrim dhe as ndonjë pjesë e tij nuk mund të riprodhohet apo të ripërdoret për ndonjë qëllim pa autorizim paraprak me shkrim nga Initiative.Global. Për të mësuar më shumë rreth Initiative.Global, vizitoni www.initiative.global.